Për mu ka qenë, si që thash, ka qenë rrugtim, nuk është vetëm një moment, po një rrugtim mbusha mendjet nga ana e Zotit, sepse besimi nuk është vetëm me mbyll sytë dhe me besu kështu kot. Jo, Zoti të shfaqet, Zoti të bind, Zoti të ndriçon, Zoti të hap sytë, Zoti të ndriçon mendjen. Edhe Zoti e bani këtë gjë me mua, dal nga dal, duke mbush mendjen, do të thënë që ai është e vërteta, ai është drita, ai është jeta, ai është shpëtimi. Edhe kjo gjë nuk ndodhi për një ditë, por një kohë gjatë. Edhe pasi u takova me Davidin, vjen një moment, unë isha kokfort edhe pak fanatik në fenë time. Sepse nga njëna anë kërkosha me njoft Zotin, nga ana tjetër kisha filluar me përjetu një krizë, sepse kishte një plasaritje të madhe midis asaj që unë besoja si feja ime dhe asaj që lexoja në shkrimet e shenjta. Edhe kjo ishte një krizë e madhe personale dhe nga ana tjetër ishte edhe pak krenaria për që mos me pranu që jam gabim. Edhe kam nevojë unë për të konvertu, për të ndryshuar, nuk ekziston fjala konvertim në atë kohë, por dhe maron pyetjet, i them Davidit, ti faleminderit shumë për durimin, për dashamirësinë, gjithmonë ai hapte Biblën, edhe kjo ishte gjëja më e bukur, sepse kishim një pyetje, në vend që me filozofu ose me argumentu me mua si filozof i madh në atë kohë, ai hapte Biblën, le të shohim thotë se çfarë na thotë shkrimi i shenjtë, çfarë thotë fjala e Zotit, edhe kjo më godiste mua.